Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju përshëndesim përzemërsisht në emisionin ton kushtuar litanive të Zojës së bekuar. Në çdo thirrje të këtyre litanive, kisha na ndihmon të zbulojmë një aspekt të veçantë të bukurisë shpirtërore të Virgjës Mari. Sot do të ndalemi te një nga titujt më domethënës, pasqyrë e drejtësisë. Maria është pasqyra e kulluar në të cilën shkëlqen drita e hyjit. Në jetën e saj nuk gjejmë shtrembërim, egoizëm apo padrejtësi, por një bindje të plotë ndaj vullnetit hyjnor. Duke soditur Marin, ne mësojmë të njohim më mirë veten tonë dhe të kuptojmë se çfarë do të thotë të jetosh në drejtësi para hyjit, para të afërmit dhe para vetvetes. Ju ftojmë të na shoqëroni në këtë reflektim shpirtëror, duke kërkuar ndërmjetësimin e Nënës së Shenjtë, që të na ndihmojë të ecim gjithmonë në rrugën e së vërtetës dhe të drejtësisë. Ecë në udhën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të gjykimit, që të pasuroj ata që më duan dhe t'i mbush thesaret e tyre. Lexojmë tek libri i fjalëve të urta. Ajo është shkëlqimi i dritës së amshuar, pasqyra e panjoll e madhërisë së hyjit dhe shëmbëllimi i mirësisë së tij. Lexojmë tek libri i Urtisë, kapitulli 7. Nëse dikush e do drejtësinë, mundimet e saj kanë virtyte të mëdha. Lexojmë tek libri i Urtisë, kapitulli 8. Nëse ndjek drejtësinë, do ta fitosh atë. Lexojmë tek libri i Siracidit, kapitulli 27. Hyi do të vesh me petkun e dy fysh të drejtësisë dhe do të vendos mbi kokë kurorin e nderit të amshuar. Lexojmë tek libri i Barukut. Ajo është shkëlqimi i dritës së amshuar dhe pasqyra e panjoll e madhërisë së hyjit. Shën Xhaneudi thot në shkrimet e tij se zemra e Maris ka qenë gjithmonë dhe do të jetë si një pasqyrë e bukur kristali, në të cilën dielli i drejtësisë pasqyron një shëmbëllim të përsosur të vetvetes, dhe se kjo është deti prej xhami, i ngjashëm me kristalin, që ndodhet përpara fronit të hyjit, i shtrirë nën sytë e madhërisë hyjnore, e cila duke i pasur sytë gjithmonë të kthyer ka kjo pasqyrë e madhe, aty përher shfaq dhe vulos një shëmbëllim të përsosur të vetvetes dhe të përsosmërive të tij hyjnore. Ai mund t'i thoshte asaj: ti ishe e përsosur përmes bukurisime që e vendosa mbi ty. Lexojmë tek libri i Ezekielit, profet. Ky det i shtrirë kristali të pastër, Maria e mbajti gjithmonë të qetë dhe të patrazuar, që të mos e deformonte imazhin atij që duhej ta pasqyronte. Ajo e dinte se ishte e drejtë, që me qenë se ai e kishte bërë për këtë qëllim, ajo nuk duhej të pengonte për mbushjen e tij. Le ta shikojmë edhe ne veten her pas here në këtë pasqyrë. Është një pasqyrë e vërtetë, nuk është as e shtrembër, as e dëmtuar, prandaj na tregon ashtu si jemi, pa shtuar dhe pa hequr asgjë nga realiteti ynë. Si dukemi kur qëndrojmë përballë Marisë, kësaj pasqyre të drejtësisë? Ai ngjajmë asaj? Maria thoshte se shpirti i saj e madhëronte Zotin. Ajo nuk e pasqyronte atë në mënyrë të vogël apo të zbet, por me madhështi dhe lavdi, dhe dëshiron që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. O, magnifikoni Zotin me mua. Ti bëjmë të njohur të gjithë njerëzve sa i mirë, sa i vërtet dhe sa i drejtë është ai. Drejtësia, edhe pse fjalë e shkurtër dhe e thjesht, përfshin në vetvete tërë përsosmërinë. Ti japësh secilit atë që i takon. Nëse ja japim këtë hyjit, jemi të shenjtë, sepse gjithçka që jemi dhe kemi i përket atij. Nëse e përdorim për veten tonë kundër vullnetit të tij, nuk po japim atij,
atë që i takon, por nëse ja japim gjithçka pa rezervë, jemi në rrugën e shenjtrisë. A jemi të drejtë ndaj të afërmit tonë në mendim, fjalë dhe vepër, apo i shtrëmbrojmë ata nga pasioni, zilia apo antipati tona? A u marrim atyre reputacionin, paqen ose nderin? Harrojmë se dhe ne jemi të detyruar t'i nderojmë si krijesa të bëra në shëmbulltyrën e hyjit. A jemi të drejtë ndaj vetvetes? Jemi krijuar për lumturinë e amshuar. A i humbim ndonjëherë këtë të drejtë për mbretërinë qiellore, qoftë edhe përjetësisht? Sa njerëz që quajnë veten të drejtë dhe të ndershëm, në të vërtet grabisin hyjin dhe të afërmin e tyre nga ajo që u takon dhe dëmtojnë edhe vetveten. Prandaj, le t'i drejtohemi Marisë, pasqyrës së drejtësisë, që të mos mashtrohemi nga vetë drejtësia jonë dhe të shohim sa shpesh jemi të padrejtë. Ajo nuk largohet nga ne, sepse thot, unë ec në mes të drejtësisë, që të pasuroj ata që më duan dhe të mbush thesaret e tyre. Po, o nënë e dashur, dëshira jonë është që të ndjekim, të banoj me ty dhe me birin tënd hynor, që të mos gjendemi të padenj në ditën e gjykimit, por të qëndrojmë mbi themelin e sigurt të pasqyrës së drejtësisë, përpara fronit të madh të bardh, ku qëndrojnë ata që e kanë mundur të keqen dhe këndojnë këngën e qengjit. Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot hyj i gjithëpushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i shekujve. Lexojmë tek libri i Zbulesës, kapitulli 15. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve.
Loto për ne, Mbretëresha e apostujve, loto për ne, Mbretëresha e dëshmorëve, loto për ne, Mbretëresha e dëshmitarëve, loto për ne, Mbretëresha e virgjërave, loto për ne, Mbretëresha e të gjithë shenjtërve, loto për ne, Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, loto për ne, Mbretëresha e ngjitur në qiell, loto për ne, Mbretëresha e shenjtës ruzare, loto për ne, Mbretëresha e paqes, loto për ne, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, na falne o Zot, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, dëgjona ne o Zot, o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij reflektimi mbi Marin, pasqyrën e drejtësisë, jemi të ftuar të shikojmë jetën tonë në dritën e shembullit të saj. Maria na mëson se drejtësia e vërtet fillon duke i dhënë hyjit vendin që i takon në zemrën tonë, duke respektuar dinjitetin e çdo njeriu dhe duke ruajtur me besnikëri thirrjen tonë për shenjtëri. Në pasqyrën e saj të pastër mund të shohim jo vetëm dobësitë tona, por edhe rrugën që na çon drejt Krishtit. Le ti lutemi sot me besim Virgjërës Mari, që të na ndihmojë të jemi njerëz të drejtë në mendime, në fjalë dhe në vepra, që në ditën e gjykimit të mund të qëndrojmë me gëzim përpara fronit të hyjit. Ju faleminderit që na ndoqët, Zoti ju bekoft dhe Zoja e bekuar ju shoqëroft gjithmonë me mbrojtjen dhe ndërmjetësimin e saj. Pasqyrë e drejtësisë, loto për ne.